Dalja e Gjibanit në mënyrë të papritur nga shtëpia e Big Brother VIP Albania ka ngjallur shumë dyshime në publik dhe është përfolur shumë. Fillimisht të gjithë menduan se nxori produksioni sepse dëgjuan Gjibanin të pyeste as gënjeshtër, por më pas vetë Gjibani tregoi se babai i tij ishte i smur dhe se ai u nisi vjen drejt Anglisë. Por së fundmi detajet e reja kanë dalë në dritë, që nxjerrin zbuluar produksionin. Gjibani së fundmi ka postuar një video me babain e tij, ku gjendja e babait është shumë e mirë. Ka ishte mjaftuar që në rrjet të nisin aludimet e të vërtetohet fakti se Gjibani në nxori vetë produksionin nga shtëpia dhe jo se babai i tij ishte në gjendje të rëndë. Në videon e postuar janë të shumta komentet që thonë se e gjitha ka qenë loja e produksionit, se Gjibani lana me hyrjen e tij për së dyti. Po pse produksioni nuk e nxori sërish me zarf të zi? Kjo për faktin sepse rrezikonte patentën e Big Brother, pasi Gjibani doli me zarf të zi për thyerje të rregullores dhe ata e rikthyen sërish në lojë.